Happy Halloween të gjithëve. Gëzuar Halloweenin. Nuk e di. Bëjni t'i zëri më trash, më të frikshëm. Kush është ky djali këtu? Mirë më gjesi gjithëve. Duke ta satiri këtu. Si ju dukemi? Mua më pëlqen. Sepse ka ngjyra shumë të bukura ajo kapelja e shtrigës. Ti e bëri si Maleficent? Maleficenti, po na shkon edhe me shihin horoskop. Mendoj që ne meritojmë të çojmë në këmbë dhe të na shohin këtë që kemi bërë ne për Halloween, lookun ton. A jemi të frikshëm mjaftuesh? Kam përshtypjen që për emision jemi shumë okay. Se më të frikshëm pastaj do trëmnim shikues. Jemi të frikshëm apo të bukur? Jemi më të bukur. Jemi bërë të bukur, po edhe të frikshëm në njëjtën kohë, po është, siç e thashë, e përshtatshme Romina për emisionin e mëngjesit. Jam i shumë mirë jemi. Ishim bërë me ato bojrat me gjërat kështu të kuqe, do duket që pastaj. Jemi përshtatur dhe ne festës, shpresoj mos u trambim. Ja, besoj që ishte... Po, urdhëroni. Po e mbaj dhe pak kapelën se po më shijo. Ka është 31 tetor, mirë se erdhët të gjithë, mirë mëngjes edhe një herë. Ke vendosur që dhe ne si çdo shqiptar i mund shumë ta bëj këtë festë realitet edhe ta festoj, se jo vetëm fëmijët, janë ata që gëzojnë, po edhe ne të rriturit disi. Të rritur të festojnë goxha, edhe festojnë pak, apo jo? E festojnë për klube, muhabet tjetër. E festojmë, varet, bëjmë... Fest për të rriturit, mjaftueshëm. Po, ne kështu me mask balloje, po s'ka problem. Rëndësi ka ideja. Ore, si e bërë ti sot, se Krisa është e qartë që është si Maleficenti. Unë jam bërë si ai Frankensteini. Po, kjo shkopi i djallit. E kam djallëzuj qik më shumë Frankensteini. Okej. E kam po pak më djallëzor. Unë kam zgjedhur të bëhem si një shtrik, por me një element shtesë. Shikoni pak. Me kryshin? Kam marrë kryshin që është që largon vampirët në këtë ditë kur shpirtrat e gjallë. Kam pas fuqi. Një shtrik paradoksalit. Shumë interesante dhe të mendosh që këtë kryshin e kam dhurat nga një prift në Malësi e Madhe, në Malëzi, në Turq. Shiko. Po. Dgjoj, përgjithsisht shtrigat sado nuk gjithmonë kanë pas konkurrencë edhe me vampirët, kështu që sigurisht që edhe ato kanë një mënyrë se si ta mbrojnë veten nga vampirët. Do jeqim o. E drejtë është. Unë nuk do të jeq, unë do ta mbaj. Mua më pëlqen. Po mirë, ti vetëm ato. Ka marrë edhe një plan B. Vendoset ato. Të shkon dhe flokët ajo është cute. Një pagëziv, kështu si djallushk. E ka marrë dhe unë një plan B me të drejtë. Një kungu mbi kokë. Mirë, nisëm shumë ndryshe sot, sepse edhe një pjesë e mirë e programit do t'i dedikohet Halloweenit, festës së ringjalljes së të vdekurve, që thamë që festohet edhe në Shqipëri. Paneli parë që do t'jetë panel, po mund t'i mbajmë ledet regjia, si jemi ende në atmosferë. Festa e Halloweenit, pra flasim për origjinën, mitet, kulti i kësaj feste, sa festohet, çfarë simbolizon, a është mëkat që të festohet deri diku, sidomos për besimtarët, dhe flasim këtë me njerëz që janë edhe pasionantë të kësaj feste, siç është Eda Bama, e cila është blogere dhe nuk ka ngel Halloween që ajo nuk e feston, edhe sot ajo vjen e veshur si një personazh, nuk e di kë ka zgjedhur. Dgjoj, unë mbaj mend me Edën, kur kemi rastisur në një kur e kam pasur të ftuar në televizionin ku punoja, folëm për këto besëtni dhe krishtlindjeve. Dhe Eda mua aso kohë më tha që kishte marrë një certifikat për të qenë kështu elf, shpallëzuar elf. Tani jam shumë kurioze të di se çfarë mund të ketë bërë Eda për Halloween, duke qenë se u thon shumë, edhe kam përshtypjen që edhe atje duke sepse festohet, realisht festohet shumë eksperiencë, po. Festohet për gjatë gjithë muajit. Me certifikat. Me dokumenta. Ashtu. Pastaj do t'jetë Stella Kordalli, e cila është floriste dhe na flet pak edhe për elementet e dekorit. Ne kemi zgjedhur një mënyrë dekori në studio, sipas mendjes përshtatshme edhe për studio. Përshtatshme. Por Stella, duke qenë se është floriste dhe ka pas një vështirësi shumë të madhe, ka thënë, për të gjetur kunguj këtë sezon. Vërtet? Nuk e di pse, a është kjo mungesë tregu apo nuk ka pas kërkesë në fakt nga njerëzit për të dekoruar shtëpitë apo bizneset. Ju është dukur vakët ju Tirana këtë periudhë me dekor? Me thënë drejtën po. Tirana është dukur vakët. Me vitet e tjera, po. Kam përshtypjen se vjet re Dora e Lalierit, mungesa.
Thua? Po edhe Thua, po. ai e ka pas Edhe organizuar ndoshta. më Edhe mirë. po. Por do t'jetë edhe imami në Kika Loshi, i cili do të na flas pak nga aspekti fetar, sepse në fe patjetër që një lloj feste e tillë ku manifestohet edhe festohet për ngjalljen e shpirtrave, të konsiderohet një mëkat. Flasim për origjinën dhe flasim edhe në kontekstin shqiptar. Më pas qëndrojmë prapë në temën e Halloweenit. Prapë në temën e Halloweenit, por kësaj herë në çështjet estetike. Ju e shikoni që ne sot jemi kthyer në disa personazhe, por janë disa që i bëjnë akoma dhe më realist, siç janë dhe make-up artistët, le të themi që janë shumë talentuar këtu në Shqipëri. Ne do të kemi një panel në studio me Joana Fetahu, e cila është make-up artiste, po me looket e saj së fundmi të Halloweenit i ka, nuk e di, i ka qarë, i ka bërë aq realiste sa që nuk di çfarë të them. Dhe gjithashtu kemi edhe të ftuar një nail artist, Eugerta Roshi, e cila është artiste thonjsh dhe ne e dim që e marrim shumë seriozisht këtë festë sepse edhe thonjt i bëjmë me piktura të ndryshme të Halloweenit, me të gjithë personazhet, me Kafka, me vampira, me Sa bukur tingëllon artiste thonjsh. Po, është art më vete të bësh to. Jo, është. Sartë më vete. Sidomos në këtë lloj niveli që gocat i bëjnë. Duhet kesh shumë dorë për pikturë, duhet kesh shumë ide, shumë talent, aq më tepër të koncentruar në aq vend të vogël sa është. Patjetër që ka. Shumë interesante. Dhe ky panel me zi po pres në fakt të di sa orë puni merr Joana sa i make-upi që bën. Joana do të vi si personazh që sot, do bëj një personazh, sigurisht. Edhe jo është shumë të frikshme, se më na bindur që nevojiten orë të tëra për ta Po bërë. besoj edhe Eugertës në nga tjetër i nevojiten goxha kohë. Po, për pikturat sigurisht. Thjesht puna thojmë disa bëjnë art me të, disa i hanë. E bukur kjo pas më. Pak është vërtet keq të sapo atyre. Do të kemi pastaj pjesën tjetër. Pastaj kemi Endrik Bebën. Edhe ai do vi si personazh. Si mund patjetër. Po si mund të kishim një festë Halloween pa një rockstar në studio. Do kemi Endrik Bebën, do flasim projektet e të ardhmes, për gjëra që kalon pas, ka qenë në Big Brother, është babai një djali dhe një vajze. Ka rënë pak në sy këto 2 ditë. Dhe na këndoj sigurisht, po ka rënë pak në sy çik për gjëra kështu, pa nejse. Festën e ka festuar Halloweenin para kohë ndoshta. Mbase. Ditëlindjen e një shoku të tij, mund ta themi se është bërë viral dhe unë realisht kur e pash merrti për të qeshur, pa çka se disa njerëz nuk e kuptojnë konceptin e shakas, që kishin veshur fustanet e partnerëve, gjë që ndodh kur në një festë miq të ngushtë me partnerë. Po, shumë interesante. Është ai. Është ai. Kush tha? Vërtet? Thotë Endriku. Mua nuk më duket tillë. Nuk të duket tillë. Endriku ka shumë bark se sa ai. Ua! Atë se diti mund t'je dobësuar. Edhe t'ja thot këtë shoku. Mirë, po mbi të gjitha në pjesën e fundit do këndojmë pak. Po sigurisht do këndojmë pak dhe muzikë të përzgjedhur sot për Halloweenin. Muzikë vetëm për Halloween. Ashtu, me Endriku. This is Halloween dhe më pas do ta mbyllim në një mënyrë aq të bukur me disa beba që do të na vinë në studio. Dhe do na performojnë, kanë ardhur shumë të përgatitur nga zysha e tyre, dhe zysha ime tashmë, sepse është dhe imja, Arlin Zhugri, grupi Silhouette Dance, të cilët do të bëjnë një performancë të vogël për Halloweenin dhe zysha më tha që do vinë me karamele. Do na japin trick or treat. Balerinat e vegjël që do na pushtojnë studion edhe do përfshihemi dhe ne, kjo është e sigurt. Do ndjehemi kanë marrë shumë seriozisht, Romina, kaq mund të them, kanë bërë ndje. Nuk ka më serioz se fëmijët në momentin që u besohet. Edhe në prova më ishin lyer, ishin bërë gati me piktura, me veshjen, që t'ishin shumë të përgatitur për sot në mëngjes. Po, më pastaj kemi recetën e mirës. Recetën e lirës. Lirës, yes, po, kemi lirën në fundjavë. Sarma me lakër dhe mish të grirë. Sarma, jo sarma. Sarma, moj... Mos di të është jeshtë. Sarma është, si që kemi në japrakët, që bëjnë me gjethe rushi, është paka shumë një të mbushje, po e bëjnë me lakër, po. Dhe quhet sarma, është më sarma me lakër dhe mish të grirë. Që nga shumë shishme, duket e mirë. Zakonisht të bëjnë në turshi të tillë, po kam përshtypjen që edhe në zonën e Veriut mund ta praktikojnë. Si ka hapur petët mirë, se mbuloka dhe me fletët e lakrës. Për goja lëngë, u marrë për të ushimet paksa tradicionale. Lirën tu e kemi. Duhet ta sjellim lirën këtu, po mos vi duar poshtë. Po ke 2 muaj pra asille. Do ta sjellim, ta premtoj. Mirë, këto do keni mundësi të ndiqni në vijim, por fillimisht, do të them, nuk ka Halloween pa të qeshur. Sa do të frikshëm që të jetë, do qeshim edhe gjithsesi. Kemi videot virale.
Kjo e fundit, Interesante. Interesante shumë. është relatable. Kjo e fundit, po. Pse ku e ke bënë reti? Kjo... Po jo, e trompetat nusja dhe burri thotë, o, diamanto ju. Po. Por e parashikoj këtë gjë. Pra ndaj them. Okej. Parashikoj sepse unë nga kam thënë, djetë botëri që unë zitë gatuaj. Pse më i thua njerët fashu ditë gatuash, ti nuk ke një repertor të... Ne kemi provuar që ditë gatuar shumë. Jo, ditë gatuaj kur i hy, po nuk është se... Nuk di shumë gjëra të bësh. Gjellë, nuk di të bëj akoma. Gjella është kollaj më zemë? Është kollaj, e di, po sa kam testuar vetë. Ke opcione, ke mamin që të mëson, ke lirën, ke mirën. Po, valla jam me fat. Mund të mësosh kur do. Mirë, është momenti horoskopit. Nuk e di sa i frikshëm do jetë sot horoskopi, por këshillat e di që do t'jenë gjithmonë të durat. Po e tha horoskopi, u tha u bë. Ecim. Mirë, nisim me deshërit. Dashi është i pari, për sot si gjithmonë, shojmë. Okej. Asgjë nuk do të shkojë si e kishit menduar sot. Madje debatet në çift mund të jenë më të forta se zakonisht. Beqarët do tregohen realist dhe nuk do mërziten nëse edhe sot nuk gjejnë atë që kërkojnë. Gjithçka ndodh për një arsye. Në aspektin financiar do jeni të kujdesshëm dhe do dini si t'i menaxhoni me zgjuar si të ardhurat. Okej. Okej, më në fund do kujdesim për lekët. Jeta në shift nuk kishte, ndonjë gjë ti majmë prapë qënimet apo s'ka nevojë? Jo, nuk mendoj që ka nevojë për pikë. Nuk mendoj edhe unë. Okej, kalojmë të shenja tjetër. Shenja tjetër, Demi. po. Çfarë thuhet për Demin? Shajmë kemi gati Demin, regjia, po. Demin. Okej. Pengesat që kishin krijuar tension në lidhjen tuaj do kalohen me lehtësi dhe do ndiheni më të qetë. Partneri mund t'i surprizojë në mbrëmje me diçka që keni dëshiruar prej kohësh. Beqarët nuk do rezistojnë dot tundimit dhe mund të pranojnë një propozim dashurie. Financa do të nisin të përmirësohen gradualisht fal strategjisë tuaj të kujdesshme. Mirë, financat mirë, shiko. Tension në lidhje do kalojnë atë tensionin. Partneri surprizë në Shiko, mbrëmje. Demi dje ka qenë më keq nga gjithë. Dje cilësuam Demin, okej, sot nuk do t'a lëma i shkej, sepse më sa duket për çiftet sot, për fest, pas ka surpriza. Jo vetëm ajo, por edhe financat do jenë përmirësim sot gradualisht. Kështu që... Okej. Meriton të ngrihet një stad më lart. Jo, janë shumë mirë, edhe beqarët nuk janë keq. Bravo, give up, big up për Dema. Give up? Give up dhe big up. Dema. Give up. Ecim, ku jemi? Pas Demit është binjakët. Marrëdhënia me partnerin do t'jetë harmonike, do të shprehni hapur ndjenja dhe kjo do t'ju afrojë më shumë me njëri tjetrin. Beqarët do t'jenë të vendosur ta bëjnë për vete personin që kanë kohë që e pëlqejnë, por do të përballen me disa vështirësi. Financat nuk janë ende në nivelin e duhur për të nisur investime të mëdha. Okej, mjafton që e pas kanë shumë mirë marrëdhënien në çift, do afrohen me njëri tjetrin, beqarët që kanë vendosur me marrë atë që duan, o sot o kurrë. Po edhe financat nuk janë keq, se thjesht nuk është momenti për investimet më dha, kështu që janë okej. Po janë në nivelin ndese, janë mirë, po ditën të ruhen janë mirë. Okej, jemi te gafurja. Gafurja? Je kemi pakzuar tani, s'është kemi pakzuar. Okej. Venusi do mbrojë dashurinë tuaj sot. Nuk priten mosmarrveshje apo tensione, përkundrazi, do të ndiheni të qetë dhe të përmbushur. Beqarët mund të kenë një takim breslënës që do a ndryshojë perspektivën. Në planin financiar do duhet të shtyni disa shpenzime derisa situata të përmirësohet. Po që ka të drejtë për të planin financiar. Është gjithmonë një shumë monetare që ti e mban kështu të cepë aty me idenë që po prit se si dihet çfarë do dali rrugës. Duhet ta kesh gjithmonë parasysh. Prandaj thot kurseni pak. Mos shpenzoni pa parasysh. E bëjmë ne, kemi këtë sensin. Mbajmë diçka për rast nevoje. Jo shumë. Jo shumë, po hajt mos sa për të thënë që s'kemi lekë. Ecim. Sa për të thënë që Luani. Për i picë. Kalojmë të shenja tjetër të Luani. Dita mund të sjellë probleme në çift që do të zgjidhen vetëm me qetësi dhe arsyetim. Nëse reagoni me nervozizëm, do përfundoni në debate të forta.
Beqarët do jenë të paqartë për ndjenjat e tyre, ndaj më mirë të mos marrin vendime të nxituara. Financa do përmirësohen fal një promovimi apo një rritje pune. Bravo, Luani. Pas ka ditë shumë të mirë. Që kanë mirë gjithë. Jo, unë nuk surprizohem fare nga Luani, si Luani këpunka. Jo, jesh horoskopi mirë. Jo, shikoj pak, dita mund sjell probleme, thot, në çift. Nuk është se shumë mirë, thel. Probleme do ketë. Tashi, kush është plasin vërtet. Nuk shif kam dot me këto sytë të lyera. Unë jam mësuar se ti performanta të çuika, fakt. Mua më duket sikur edhe pak do këndoj. Po, financat janë më të rëndësishme më vaj. Çfarë po thua? Po. Ja u gje. Po Luani po herë mirë ka ore financat. Financat do përmirësohen edhe demi. Te gafurria po ashtu. Te dashi po. Deri tani me lekun On fire. Mirë. Që data 31. Po mund të ketë një kompani që je pagën sot. E japim pagën më shpejt se data 1 i bie shtun. Ecim. Po e drejt, po. Ecim. Pas Luanit është Xheresha, po. Do t'jeni më të dashur dhe të përkushtuar ndaj partnerit, do të plotësoni boshllëqet që kishin mbetur dhe lidhja do të bëhet më e fortë. Beqarët mund të dashurohen me dikë që nuk e kishin menduar kur, jeta ditë të surprizojë. Financa do t'jenë delikate, pasi do të shpenzoni pa u menduar mirë. Më pëlqej ka kjo e beqarëve sot. E ke parasysh gjithmonë me atë që ti thua unë me atë kur. Edhe përfundon duke u martuar, duke bërë fëmijë. Që nga fati i Virgjëreshës për t'i ndodhur një surprizë të tillë. Kështu që jeni të vëmendshëm. Pse meriton, pse çka ka. Po merr financa, pastaj kujdes. Kur të dilin me këtë personin që nuk e kishit menduar kurrë. Nëse ato do bashkojnë forcat me partnerin, mund të ketë ai, se mund të jetë ai Luan për shembull. Po. Mund të ketë ai. Eci. Peshorja? Jemi të peshorja? Besoj. Peshorja, po. Një ditë e balancuar dhe e qetë për çiftet. Do merrni vesh në çdo gjë me partnerin dhe mund të merrni edhe vendime të rëndësishme së bashku. Beqarët do përjetojnë ndryshime të mëdha në jetën sentimentale, përgatituni për emocione të reja. Financat do të jenë qëndrueshme dhe mund të shpenzoni pa frikë për gjërat më të nevojshme. Shef ç'bëhet? Pas ka lëshuar dorën horoskopi sot për të thënë. Për ditë feste, Po. Edhe kur vi momenti i akrepit pastaj? Nesër pastaj horoskopi. Grop. Nesër s'na intereson se është shtonë, nuk e lexojmë. Mirë, okay. Të hënën duhet ta kemi mirë. Mirë, Peshorja, bravo. Kalojmë të shenja tjetër që është është Peshores? Akrepi, ha. Atë po thoj, ata nisim direkt nga financat. Janë të brishta financat. Kërkoni ndihmë në kohë për të shmangur përgjithësimin e situatës. Por, mos e shikoni gjithçka me pesimizëm sot, sepse rrezikoni të dëmtoni veten dhe lidhjen tuaj. Çdo problem mund të zgjidhet më lehtë nëse ruani qetësinë dhe optimizmin. Beqara do kenë një ditë të zakonshme pas zhvillime të veçanta. Financat e morën vesh. Por u bë ajo lidhja, fjalia fundit me fjalin e parë. Shenja më grop deri më tani. Mos e shiko me pesimizëm çdo gjë sot. Po shenja më gropi. Ta tha dhe horoskopi që të shikosh gjërat me pesimizëm, ja sapo. Po fakti që ajo nis duke thënë mos e shiko me pesimizëm do të thotë që po si e keq fare. Po mirë, ne tham të keqja në fillim që pastaj ta alternojmë pak me. Jo, ai të përgatit në fillim, tha mos e merr me aq pesimizëm, por je grop. Okej. Ecim. Kalojmë te gjëja tjetër te Zhytari. Po, zhytari. Humori i mirë do t'ju shoqërojë gjithë ditën dhe mund të bëni ndonjë çmenduri të ëmbël me partnerin, si një udhëtim i papritur. Beqarët do të jenë të ndjeshëm ndaj çdo propozimi, por mund të hezitojnë të japin përgjigje. Financa do të jenë të qëndrueshme dhe do të ndiheni të qetë në çdo moment. Po, vetëm akrepi më grop. Humori i mirë do bëjnë çmenduri, udhëtime shumë mirë, beqarët do jenë të ndjeshëm ndaj propozimeve. Por mund të hezitojnë të japin përgjigje. Po mirë mendoni, e rëndësishme është ai propozimi që ju do merrni si shigjetar, do ju bëjë që të televizit çka brenda jush. Pra nuk do të kaloj ashtu pa u vënë re. Mirë, pas shigjetarit jemi tek Priciapi. Tregoni realist dhe mos u mërzitni nëse lind ndonjë debat me partnerin. Askush nuk ka një jetë dashurie pa tensione, të dhënë këshilla. Beqarët duhet presin momentin e duhur për të shprehur, për ndryshe mund të humbasin mundësinë. Financat do të jenë të dobta dhe disa do e kenë të vështirë të mbyllin muajin pa vështirësi.
Shumë keq Bërqavi. Financat e dobta. Bone E si ka bone faj dhe shpenzimet sot. dje. Shpenzimet për lukun e Halloween, vazhdojmë shpenzojmë më shumë se ç'duhet. Po tani, i do i ka puna kë. I do festa, ka do detet festa. e veta. Në base nga që dhe do dalim sonte edhe. Keni plane ju për sot? Në base. Jo që unë di. Okej, jo që ti i di. S'ka gjë. Qefi është, pastaj se ç'bëhet rrugës kështu. Po. Tiri në moment Përfundon fundit e fligjumë. merr vesh gjithmonë dhe nuk guxon dot thuash jo. Jo, them dhe jo, kam problem fare. Po, Ashtu, të apo parë. jo, Kris. E thot. Ishte. E thot ndonjëherë, e thot, po u varturin, sigurisht që pra të bëhet si të Ashtu, ja. Manipulimi on fire. po tani. Ujori. Ujori, Ujori. shenja ujorit. Venusi do i jam ndriçim dhe butësi marrëdhënies tuaj. Gjithçka do shkojë më mirë se sa e prisnit. Beqarët duhet jenë të kujdesshëm, mos i besoni më njëherë kujdo që afrohet. Njihuni mirë përpara se të lidheni. Në aspektin financiar, fati do jetë në anën tuaj dhe energjia për ta përmirësuar situatën do jetë e lartë. Okej. Bravo. Do t'jetë mirë. Beqarët bëni qef, po mos i besoni kujt. Me ju thot horoskopi jonë, Kana financiare, do jeni mirë. Lartë më Po, fare. po, mund të themi që ujori është më mirë. Mund të them, ka Drejtësim pas disa të marrëdhënies. mira, sot po ujori po Ujori fundet që nga shumë sigurisht. mirë, se të financat i pas ka. Ke 2-3 më të Super mira, mirë. patjetër. Okej. Peshi, të shohim nëse rezultati do të përmbyset momentin e fundit. Presim minutat e fundit. Do të kaloni momente të mrekullueshme me personin që dashuroni dhe do të dëshironi të mos ndaheni as pak prej tij, edhe pse dita do të ketë angazhime të tjera. Beqarët mund të dashurohen me një mik të ish partnerit, gjë që do i bëjë të ndihen të pasigurt për të shprehur. Top, stafkolla. Financat do të jenë të shkëlqyera. Gjendja do të përmirësohet ndjeshëm krahasuar me ditët e fundit. Një sekondësh. Çfarë ishte kjo? Ore ju, Shfaq sa peshqit. po- Ora Organizuam. vesh që e kjo. Bëni ju kështu. A më do dashurohen? Që është kjo dashurohen me mikun e ish partnerit. Me një mik të ish partnerit, po zor, më cip, në faqe. Po, s'ka gjë, më dashuria nuk ke limite kështu. Një. Që është kjo dashuria Po një çdo gjë, sekond tash, nuk është nje ish limite. partner, nuk është më me të, nuk shuhet rreth ti. Nuk ka Çështje problem. morale, më po. Çfarë lidhje ka më bër? E do. Edhe më ajo bër. e di se thot do i bëjt ndjen pasigur. Po se është ai sikleti, po ja, ti je në një kontekst komplet ndryshe. Po mirë. Pse shmang dot? Si, ka si ndryshon opinionet, ta ndryshon mendjen unë ty tani. Ha. Ti po flet sigur në këtë rast do dashurohet një femër me një mashkull, kupton? Edhe një mashkull me një femër. Po mendoje pak, është një mashkull që do të dashurohet me mikeshën e ish, Partnerës. po. Po, Do në një duket situatë okej. është. Nuk është okej, e sikletshme. E sikletshme është për të Çka si gjithë. ndryshon tash? nuk Jo, është more okej. jo. E sikletshme është për Ndryshon të ke gjithë. mashkulli, ndryshon. Nuk ndryshon, po them është e njëjta gjë, e sikletshme është për të gjithë. Por, Po. shoria i ka këto. Se ti prapu mendoj që njeriu deri diku e njeh një lloj kufiri dhe dikur duhet dhe kur nuk Po duhet. jam më të erdhi, ku di unë, e nuk e shmang vika dot. kështu mi, që është kjo mi, amon? Që vika kështu, erdhi, Shiko, unë dashuria, e si di- në për e di si filma, them unë, sa më herë bën që- zemra bam. Sa herë që janë situata hipotetike, në mund të themi që po, do ta bëja, jo s'do ta bëja. Po, kur je vetë pjesë Po. e një situate të tillë, thua po se unë kështu e po se unë ashtu. Kam qenë erë, Mos na shqiptar. qoftë, po, mos na qoftë për risk. Mirë, ishte shenja e fundit, unë vazhdoj të mendoj që ujori ishte on top për sot, Jo, ishte shumë mirë. Po kishte Okej. goxha shenja të mira, sot përgjithsisht ishin gjëra të mira përveç akrepit sigurisht. Akrepi më grop. Okej, por akrepi më grop, ujori on top. Fix. rëndësi ka që kemi festo. Po, vazhdojmë në këtë atmosferën Sa e po që ke festës. lupa mbrapa. Po, ne do ju lëm Përfshihemi shumë ne si personazhe me këtë mbrapa. krijon atmosferë dhe shkojmë pa me dorën komplet, kështu jemi bërë shumë bukur sot. Nga vënë një arkivor. Megjithëse po na e thot njëri, po ja themi vetes. Po. Jeni bërë. Më tjerë. Okej. Mirë. Sa të Publicitet, shijojmë në dhe? bukurinë tonë, ju shijoni reklamat, apo jo? Do vim pas pak me gjëra të tjera. Erdhëm. Emi, sepse kemi Erdhëm dhe fakte. vazhdojmë në Kthyem. ritmet e festës. Me atmosferën e zjatë. Po, Yes. duket e frikshme, po mua më pëlqej ka shumë, sidomos ky Let Worldi. Do Po. doja shumë të isha te ky vendi. Te eci Që përmes është asaj surreal. rrugës. Po, shumë Interesante. bukur. Mirë, ne do vazhdojmë me rubrikat ndërkohë. Kemi faktin e ditës. Shpresoj të keni një fakt Halloweeni. Base. Jo, të e debat më shumë se sa. Okej. Ua, i kemi përsi vetja. Fakti i ditës. Ecim fakti i ditës.
E shohem, çfarë fakti kemi për sot? Në fakti është, meshkujt nuk duan domosdoshmërisht femrën më të bukur, por atë që i bën të ndihen më të vlefshëm. Po. Dhe kohët e fundit duan atë më pak të bukurën, që t'jenë të sigurt që nuk do u ik kurrë. Nuk do? Çfarë? Nuk do u ik kurrë. Nuk do ikën. Po do ikin ata. Duan garanci. Jo, ata mund t'ikin dhe të vinë sa herë të duan me të tyre. Po jo, mos nuk thot nuk duan domosdoshmërisht një femër të bukur dhe duan një të shëmtuar që mos t'i ik. Po thot duan një, nuk kanë në bazë domosdoshmërisht nevojë për një femër të bukur, por për një femër që i vlerëson. Po. Që i bën të ndihen të vlefshëm. Është për mirë kjo. Pra, meshkuj prandaj e lën atë femrën e bukur se gjen dikë që një vajzë, shiko se po e përkufizojmë femrën e bukur, femrën shëmtuar, të gjitha femrat janë të bukura, duat të interpretohemi. Po, marrim rastin e yjeve të Hollywoodit, që kemi pasur plot çifte që kanë qenë të dy partnerët shumë simpatik, kryesisht partnerja më simpatike, dhe ai aktore, këngëtar, kushdo qoftë, e ka lënë partneren shumë të bukur për një person që mbase s'është në nivelet e bukurisë që mund të ketë për shembull themi Beyoncé, Angelina Jolie, po marrim raste. Pra, kjo mund të jetë, thua ti. Ai person e ka bërë të ndihet më vlerë se sa Beyoncé ose Angelina Jolie. Ai person e kupton më shumë, ai person e bën të ndihet më me vlerë, ai person e motivon, ai person e bën të ecë përpara. Mendoj që meshkujt e kanë në gjak. Çfarë? Të tradhtojnë. Qoftë e bukur, qoftë e shëmtuar. Nuk e di pse. Si dhe kështë tradhtia, po? Po, ideja është që ata mund ta kenë këtë vajzën kaq të mirë, mund ta kenë të bukur. Ajo të çon në tradhti kjo që sapo lexon këtu. Po. Jo, mi. Po, meshkujt në fillim të bukurën shohin. Lidhen me vajzën e bukur, kur e shohin që mbase kjo vajza e bukur nuk i bën të ndihen të vlefshëm, shkojnë te dikush tjetër, po në të njëjtën kohë duan t'i marrin paralel, duan ta marrin të bukurën, po ato që e bën të ndihen të vlefshëm. Meshkujt fillimisht lidhen me një vajzë të bukur, pastaj lidhen me një vajzë jo aq të bukur, që t'i bëj të ndihen të vlefshëm. Po tani, vajza e bukur, sipas këtij fakti, do thotë që nuk të bën të ndihesh i vlefshëm. Jo, nuk është ashtu. Fakti thotë që meshkujt e kanë më të rëndësishme të ndihen të vlerësuar se sa të shohin pra të lidhen me një vajzë të bukur. Mund të jetë edhe e bukur, por nuk është më aq e rëndësishme bukuria sa që është fakti që ata i bëjnë të ndihen të rëndësishëm, të vlerësuar. Qoftë kjo dhe një vajzë jo shumë e bukur? Po. E beson ti këtë? Moj thot fakti. Po ti more ti, le fakti. Po, ma dhe unë e besoj patjetër. Mirë, da fus me brirë, të shise. Pse? Kështu da me brirë sot. Po s'ka në gjë, unë besoj që edhe një femër vlen, njëta gjë vlen dhe për një femër. Ore, sigurisht që njëta gjë vlen dhe për femrat, se ke plot vajza që lidhen me meshkuj që mbase nuk janë ai simpatik. Po, i bëjnë të ndjen mirë, bëjnë të ndjen mirë. Të vlerësuara. Shumë, pse çfarë problemi ka? Lek sa dush më plak. Po, e shikoj aty shumë seriozisht. Okej, mirë. Kalojmë të scrolling them unë. Se kemi gjëra interesante. Shumë çfarë kemi? Çfarë kemi pa? Studimi zbulon se meshkujt tërhiqen më shumë nga gratë që përdorin më pak makijazh. U lidh me këtë. S'ka lidhje me bukurinë. Po. Ka lidhje me make-upin. Gjë që është faktike se kam fakt këtu. A nuk e zbukuron? Si shka edhe meshkuj që i thonë në mënyrë këshille apo detyrimi vajzës që kanë jetën e tyre që të lutem mos dil pa make-up. Dhe unë jo plot rastet të tilla. Po i ka dhe meshkuj që janë lidh me qenën e tyre. Që vajzës lyhu? Po, e duan të kuruar, të thonë mos dil kështu. Po i ka dhe meshkuj që ndjen divan. Kjo loj, kjo sa thonë, më flasim pjesën më e madhe, një pjesë e komplikuar. Po them që ekziston dhe kjo gjëja, po ju vërtet mund ta shihoni një vajzë që është e bukur pa make-up, po një vajzë që ju nuk e konsideroni të bukur, patjetër që i thoni të gjë, rregullohu pak edhe dal. Po tash për të mirën e përbashkët. Për të mirën e përbashkët, po. Siç që themi dhe ne ju, me këto rroba nuk vjen me ne për shkakun. Po, edhe ajo njëra gjë. Po ju na bëni namin kur e them, pse çka ka mund, s'ka gjë. Pastaj ka një teori tjetër konspirative që thuhet që çunat nuk preferojnë që vajzat të vënë make-up që mos të lërë shenja në bluzë. Se mbas atij takimi shkojnë te diku tjetër. Dhe nuk duan prova. Se pak ekspozime ka pasur, kështu sa duash ka pasur. Po, bluza me make-up. Ne. Kë ke takuar ti, po thua kështu, jo se po më pyet mua. Jo. Jo, di çfarë atë diskutim live.
Ka më ka ndodhur një herë, kur kam punuar disa vite më parë me një koleg pune, po kishim gjithë raporte shumë të mirë me njëri tjetrin dhe ai ishte pak më i gjatë se unë. Dhe kur unë e takoj, bluzja më shkoj këtu, edhe më thonë, ja kemi fshirë të gjithë, se thamë, do i bëjnë partnerja gjeloze. Do, që tjetër. Ka dhe kesh kuptime të tilla njerëz, por si do qoftë, mos e shifni këtu, se këtu do të thotë që është një person më i shkurtër, shifni këtej në përqaf, në për. Interesante. Se dhe unë shkoja vetëm bluza deri tani. Po nëse partnerit është i gjatë, po takoj në një kesht. Se mund ta kuptosh në qafë? Po mund të ketë shenja buskuqi, jo, vetëm një kafë. Vetëm se ka veç golf. Kush ka veç golf? Vetëm nëse ai çuni ka veç golf. Po. Si mund ta kuptosh në miq? Ty të ka ndodhur për shembull deri Po qëndron pra edhe në shoqet me make-up? Ai vë make-up vetë, ta ja kanë xhelozie, thotë jo, nuk ka pas. Jo, se ke vënë kur takuar një shoqë për shkak ka bërë me make-up. Ka pas, më sigurisht që ka pas, po jo se kesh kaq, jam bërë pis. Nuk, po, je pastruar para se të shkosh. Ti Romina, ke kështu rastesh? Unë jam vigjilente, po jo, nuk ka ndodhur. Sigurisht që nuk ka punë që përfshihen shumë goca. Syt katër. Se si unë i them, zemër, dorën, si jeni, distancë. Hajde. Patjetër. Kalojm te një tjetër. Ecim. Distancë, kështu mundësisht. Okej, të mendosh për palestrën mund të jetë po aq efektive sa të shkosh aty. Ja, prandaj nuk shkoj unë, u gjet shkaku më në fund, pse unë jam në formë edhe pse nuk shkoj në palestër. Një studim i fundit nga Ohio University sugjeron të menduarit për ushtrime është po aq efektive sa të shkosh në palestër. Në këtë eksperiment, një grup pjesëmarrësish u udhëhoqën të imagjinonin sikur po bënin ushtrime të forta, si ngritje peshe e shumë të tjera. Ndërsa grupi tjetër u tha të qëndronte ulur dhe të mendonte për çfarëdo që dëshironte. Pasi kaluan 4 javë, ata që kishin menduar për ushtrimet ishin bërë 2 herë më të fortë se ata që s'kishin bërë asgjë. Nuk e di se sa mund të blej kjo realisht, po më duket pak e çuditshme. Por kjo tregon që mendja është një muskull i fuqishëm dhe përmes imagjinatës mund të përjetoni dhe përfitimet vërteta ose përjetimet, pra ti po e përjeton që po e bën. Tani do të fillojmë gjithë bëjmë kështu ne? Mund të jetë, Jo, do ta mendojmë. Jo, do ta mendosh, sigurisht duhet bërë. Na shikoj. Me mendjen e ju çfarë nuk bën. Edhe mua më streson aq shumë që të shkoj në palestër sa vetëm duke e menduar dje kalori. Po ka një mënyrë. 4 javë. 4 javë duhesh. Nisë. Shiko, ka një lloj reaksioni, mund ta ngacmohet. Stresi, po. Truri. Jo, flas, ka një lloj reaksioni që ti me anë të trurit mund të ngresh një muskull, që ti. Oh. Po, moj. Po për zotin, ma jo, do më thënë, se e tingëllë keq, po ashtu e... Çfarë lloj muskulli ti flis? Mo ideja, por deri sa shiko se unë, deri sa jam mashkull dhe mund të kuptoj shumë gjëra tjera, kuptoj edhe këtë studim, i them që po në përmet mendjes ti mund. Bjem dakord, mos e zjat, bjem dakord. Njëre fare se nuk sqarove do të mirë gjë. Jo, ishte shumë i qartë ai, kush e kuptoj. Ecim. Se pa vetë nuk e kuptua, për të të sqaroj. Reaksion kimik është. Kalojmë te një tjetër. Oh, bela e madhe me këtë studim. Franca jep fund shpërdorimit të ushqimit tepër shkon për të varfër, dhe kjo realisht më pëlqeu shumë si studim, ose më saktë si lajm, sepse Franca po bën historinë. Është vendi i parë në botë që detyron të gjitha supermarketet të dhurojnë ushqimin e pashitur për njerëzit në nevojë. Në vend që ushqimi mirë të përfundojë në kosh, tani ai shkon në duart të atyre që kanë më shumë nevojë. Një ligj që lufton urinë, mbron ambientin dhe na kujton se asgjë nuk duhet të shkojë dëm kur dikush tjetër është i urit. Shumë, dy gjëra. E para, kjo është shumë e mirë. E para, shumë interesante dhe duket shumë e çuditshme që vetëm tani së fundmi është miratuar si ligj, le të themi. E dyta, si funksionon për vetëm supermarketet, në momentin që supermarketet vendosin që ky ushqim të mos jetë më i vlefshëm, çfarë ndodh? Edhe njërë ndjesë, se isha në një... Ska gjë. Bisedim me grupin këtu dhe në gjithë. Po thoja, kur, do të vetëm në përmjet supermarketeve, pra kur ato... Ushqimet
Ushqimet, po deri tani të thot për supermarkete, pra ushqimet që janë le të themi të pashqitura. Por mendoj që kjo duhet të jetë Ushqimet që janë të vlefshme. pashqitura, nuk qëndrojnë në supermarket? Ja, për shumë flitet për fruta perime që në momentin që ty nuk janë konsum ditor, ose në fund të 3-4 ditëve. Që bën se me ushqime që kanë datë skadence, është që Ose fura buke, ose vënde të tilla. Unë kam parë për shembull shumë video që për fat të keq nuk e di a është e vërtet, po me çfarë kam kuptuar më duket se është këto fast foodet ose ato që kanë këto donat, spetullat, kur mbarojnë, i hedhin të gjitha në kosh. Dhe është pak e trisht sepse ai lloj ushqimi thjesht mund të shpërndahet. Bravo Franca, bravo. Se sa hidhet në kosh mbrapa. Do thonë janë ato magazinat mbrapa dhe janë Ka shumë biznese që këto e bëjnë në mënyrë vullnetare edhe në Shqipëri. Pak në lagjen ku jetojnë apo mes persona që njohin, po e bërë kjo edhe ligjërisht me një detyrim ligjor është gjë shumë interesante. Po sepse kur mendon ta hedhësh, po. Më mirë fale, gjan nuk është se do marrësh gjë mbrapsht. Ja, shumë mirë, shumë mirë. Përfitim mbrapsht. Mirë. Ecim. Kemi ndonjë fakt për Halloweenin? Po. Okej. Kemi një fakt Halloween, janë gati 10 fakte, por unë do t'i përmbledh sepse janë fakte interesante. Ne të gjithë e dim që Halloweeni është një festë që festohet. Ne themi ringjallja e të vdekurve, fantazmave, pra gjithmonë ka qenë pak për scary, por origjina e vërtet e Halloweenit vjen nga festa e lashtë kelte Samhain, që shënonte fundin e verës dhe fillimin e dimrit. Keltët besonin se me 31 tetor, kufiri mes botës së të gjallëve dhe të vdekurve bëhej shumë i hollë, pra ishte shumë afër me njëra tjetrën. Kostumet ishin për të fshehur nga shpirtrat, njerëzit visheshin me maska dhe kostume për të mos u njohur nga shpirtrat e këqinj, që sipas kohës atëherë dhe legjendave dilnin në pa. Sigurisht ne do bëheshim të frikshëm që mos na kapnin shpirtat. Tradita trick or treat, pra tmerr apo karamele, filloi në Europë në shekullin e mesjetës, kur fëmijët shkonin deri më deri duke recituar lutje për të vdekurit në këmbim të ushqimit. Dhe kjo quhej souling. Kungujt fillimisht nuk ishin kunguj, në Irland përdornin rrepa ose patate të mëdha për të bërë llampat e Jack O'Lantern. Po, Latner, përpara se Amerika ta zvendësonte me kunguj pastaj. Pra në fakt unë kam parë që vazhdojnë ende i vën patatet. Disa patate të mëdha ose i bëjnë tek këta. Çfarë quajnë këta që vendosen në përara? Dordolecat, kokat e dordolecave. Po. Tjetër, ngjyrat tradicionale kanë një kuptim simbolike, zeza simbolizon vdekjen, dhe errësirën, ndërsa portokallia përfaqëson korrjen dhe jetën. Lakuriqët e natës u lidhen me Halloweenin për shkak të vampirëve. Në mitologjinë e hershme, lakuriqët besohej se shfaqeshin atje ku kishte energji të errta ose rituale magjie. Fjala witch, shtrig, vjen nga anglishtja e vjetër, që do të thoshte ajo e di, pra një grua e mençur dhe shëruese, jo domosdoshmërisht e keqe. Pra shtriga nuk ka qenë e keqe. Ka pasur dhe shtriga të mira në fakt. Po. Përfliten shpesh edhe për filma. Fakti tjetër është që kjo është festa e dytë më fitimprurse pas Krishtlindjeve vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi njerëzit shpenzojnë miliarda dollar çdo vit për kostume, dekorime dhe çokoladata. Në fakt është e vërtet, se keni parë shtëpiat e Halloweenit në Amerikë me kungujt, me dritat, me skelet, me çdo gjë. Fakti tjetër, një hënë e plot në Halloween është shumë e rrallë. Ka ndodhur vetëm 4 herë në vitin 2001 dhe 2020 dhe pritet përsëri të ndodhë në 2039 dhe 2058. Pra nuk ka ndodhur 4 herë. Në ditën e Halloweenit imagjino pak sa suspans krijon, domethënë. Më pëlqen se është vibe energjia. Imagjino të bishia të ditë. E tmerrshme, jo, vërtet nuk dilet. Tmerrohesh. Dhe Halloween kanë ndikim edhe në kulturën pop. Filmat si Halloween, Hocus Pocus dhe Nightmare Before Christmas e kanë kthyer këtë ditë në një ikon të kulturës moderne. Pra filmat që zhvillohen për Halloween më pëlqen mua. Shumë interesante se si ka lindur dhe si është zhvilluar si fest. Tek e fundit gjithë kanë ato kundërshtimet e veta pse duhet apo pse nuk duhet festuar, por që në thelb është një fest. Dhe ne shqiptarët ku ka fest, do e festojmë. Nuk e kemi parë ndonjëherë as diferencë fetare. Gjithmonë është parë si fest e frikshme, por nuk e di pse viteve të fundit e kanë kthyer në një fest të dukemi bukur. Nuk është ideja të dukesh bukur, ideja është të dukesh frikshëm. Më mirë mos u bëj fare se sa dil na hodhe poshtë lukun edhe neve sot. Jo, dëgjoj, ne sot vetëm frikshëm nuk jemi. Po mirë, patëm ke marrë një birë.
frikshëm dukeni. Dukeni frikshëm, ë? Deri diku, nuk është se ka më shumë efekt bukurie se sa efekt frike, kështu mendoj. Tani të dalësh si mace me një lloj veshje që është deri diku sensuale, seksi, s'është fare frikshme. Mund të jetë frikshme për disa, o Krisa nuk i dihet. Po mirë, për disa po, unë flas për energjinë që duhet, ne duhet jemi të frikshëm për Halloween dhe jo të bukur. Ke zgjedhur ndonjë këngë të frikshme sot për ne? Me thënë të drejtën jo, kam zgjedhur vetëm këngë interesante. E di pse nuk i zgjodha. Se tash s'do më gjeni mi. E drejtë është, nuk do i Me dini. thënë drejtën. Mirë, ecim të gjej këngë. Ke këngët shqiptare, ke ndaj këngë. Ka një këngë për Halloween? Na surprizon. Ka një këngë për Halloween, më shumë ja melodi se sa këngë. Ka me pas, This is Halloween, nuk kjo është. Ka, mund të ketë disa, po ja do i shohim. Mirë, sigla, ecim, gjej këngën. Ha, atë të djesh me njerë se kemi arruar. Kë kishim djeneve. Ishte një Sandër Gjokës, po nuk e mbaj mend titullin. Eci në shi. Eci në shi, po. Okej. Vesi është ma këndo pak? Eci në shi është e përshë dimërja nga trojën. Fiksi sa Andri e ke bërë. Me flok të lagu, me sy të plaku, ti ecë në shi. Me ëndrën fiku, shprese ara tisu, ti ecë në shi. Bravo, ajo, përse është 4 minuta këngë, por... Mjafton aq sa për dënë esencën. Kë kemi sot, e para? Shqip, anglisht? When you learn so much but you don't succeed. Po mua nuk po vjen, nuk shkëndon. Nuk po vjen. Coldplay. Po cila? Po s'na vjen titulli. Coldplay, po kënga. And I will try to... Nuk më vjen. Successful. I will guide you home. Guide you home. I will try to fix you. Fix you. Try to fix you. Fix you, ma. Ama, ha. Edhe ju doni këngë Halloweeni. Pa mirë, si që gjetëm këngë. Koli, si ka kjo, Coldplay. Coldplay. Ha, e dyta. Hajtë jo bëjmë pak më të letë se të shetë bëjmë me ju, ama. Vasha. Ha, ma hati. E ti kemi gjetur që notat e parë. Vivo Bellezza. Italisht po kush Po pra, Si e këtë titulli? non e ricorda come Pa ma thuj, ha? Vivo per lei, Vivo ha? per lei. Siamo io Non mi italishtën. ricordo come mai. Regjia na nxjerr emrin sa e gjetëm. Andrea Bocelli. Ky Andrea Bocelli është bërë aq viral me atë përveç se është një artist shumë i madh, po edhe me Kim Kardashian që e ka ftuar në dansëm edhe fton po motra. Po, e drejt. Who performed at my wedding? Ka njerëz që thonë Andrea Bocelli nuk është i verbër. Ashtu, e ka përdorur, thua. Ja, mos luan njeri me këtë fakt. Asu nuk besoj. Ja. Por që... Mirë. Qas bova ki? E fundit fare për publikun, shpresojmë që t'jetë e të njëjtës kategori vështirësie. Po se dim këtë këngën e. Po ta kështë gjullu publiku se si i ku umbi. Këndoje. Është shumë e njohur, por nuk e di pse nuk po më vjen.
Shumë bukur është. Është e huaj, jo shqiptare. Po, është e huaj. Mirë, ja dhe një hint ja u dham për ta gjetur. Sigur që e ke dëgjuar Mira, për s'po të Jo, vjen. patjetër, e di që është shumë e njohur, por nuk po më vjen. As këngëtari, as titulli, as teksti, as gjë. Është këngë romantike. Mirë, ore na ran djatë, këto. se të ranë mjetet e punë, është kjo. Ty të shkon ajo, është pak më për shtatë për ty. Ua për zotin, okej. Si në djallush Edhe janë shko bërë pak si e mes qirinve, mes jarëve aty. Ua, Po e vetë në perfekte, final. mirë. Urdhëroj reklama. Bukur, Nice. I kemi Frikshëm, pas pak.